Ndoshta edhe ministri është i ri, edhe duke ardhur këtu takohem me një punëtor pikërisht të ministrisë të punës dhe e pyeta. Tha jo, nuk ka marrë pagë. E lërë me pagën me rritje. Por megjithatë, ndoshta minutat janë shumë mëdha dhe mund të ndodhë diçka dhe unë dëshiroj që të ndodhë ajo që është thonë. Dhe ne për këtë po punojmë dhe po luftojmë. Ministria në reagimin e saj i quajti pretendime deklaratat e juaja, ndërkohë që ju po thoni ende që është e vërtet dhe që as sot me 11 mars nuk ka paga. Që unë them këtu në atë aspektin që ndoshta edhe ministri është i ri, edhe mund të mos ketë informacionet të mjaftueshme. Unë ministrit i them që ne kemi kërkuar dhe kërkojmë dhe kemi raporte zyrtare të inspektoratit të punës që nuk është duke u respektuar kjo pagë. Me pagën që kemi ne dhe që kemi llogarit, 4 anëtarë të familjes brenda dite mund të hanë vetëm 2 bureka brenda ditës dhe përfundimisht gjatë gjithë muajit këta 2 bureka përfundimisht në fund të muajit për 4 persona vjen 480 € që asgjë mos me pas tjetër. Vetëm sa 2 bureka nuk mund t'ja dalin 4 anëtarë të familjes dhe kjo është paga minimale për cilën ne asnjëherë nuk kemi dakord që është sankcionuar me këtë shumë. Ndaj ne në vend se tani të luftojmë që kjo pagë spakut nga një korrigo të vijë në 600 €, ne duhet të merremi me kompanitë cilët nuk janë duke respektuar këtë vendim. Asnjëherë nuk na kënaq neve ajo që do të dënohet një kompani, neve na gëzon fakti kur faktikisht arrihet një marrëveshje dhe është një kënaqësi e madhe që respektohet ky vendim, por në të kundërtën normal ne jemi ata që duhet të mbrojmë ta punëtor, mos hezitojmë ta themi edhe këta se shumë punëtor vetëm në mënyrë anonime na i tregojnë kompanitë dhe pagat e tyre sepse kanë një frikë